Tunxhatjeta uroj të jeni mirë. Duke qenë se opozita sonte shpalli fletën e saj të varrimit tek muret e Tiranës, jemi të detyruar të merremi me atë që është duke ndodhur në botë. Me sa duket, për Shqipërinë dhe shqiptarët gatuhet diçka e tmerrshme, sepse nuk mundet të imagjinohet që opozita, e cila mban peng vendin, të dalë atje me 500 veta dhe të dalin të mbajnë fjalimet që si mbanin dot në parlament, t'i mbajnë përballë kryeministrisë. Nuk kishte njerëz, nuk kishte mbështetje, nuk kishte asgjë në botë, dhe kjo tregon që një plan i madh gatuhet për Shqipërinë. Mundet ta shpjegojmë në një moment të dytë, establishmenti e kontrollon shumë mirë. Rama i tregon shqiptarëve prallat me integrime, kurse zotnia tjetër ke opozita shpalli sot vdekjen e opozitës, duke treguar që ky popull është në gjendje koma. Duke qenë se populli është në gjendje koma, duhet merremi pak të kuptojmë lojën e madhe. Përpara se të shkojmë tek loja e madhe, është një vizitë e rëndësishme e princit të kurorë së Arabisë Saudite në Washington. Këto dy pika të rëndësishme gravitetit të gjeopolitik botror për lindjen e mesme dhe për botën, që është Amerika, do të duhet ta kuptojmë çfarë po ndodh. Por përpara se të shkojmë dhe ta shpjegojmë këtë, më duhet të bëj një sqarim shumë të shkurtër për një pjesë të infiltruarve në këtë kanal. Ka njerëz të cilët janë shumë të shqetësuar nga rritja e kanalit, dhe një pjesë thot kështu, një pjesë thot ashtu, një pjesë thot pse flet për këtë temë, një pjesë thot pse flet për atë temë. Dëgjoni miq, ky kanal Kreshnik Osmani në YouTube ka qëllim të mësoj shqiptarët, t'i hap sytë shqiptarëve dhe t'i informoj ata. Ky kanal nuk është hapur për lëmosh, është hapur për ata që kanë tru. Dhe kush nuk ka tru, mundet të largohet nga këtu. Kush nuk i dëgjon, kush nuk ka nevojë për këto që unë flas, mund të largohet nga këtu. Këto biseda i dëgjojnë vetëm ata shqiptarë të cilët mendojnë se duke i dëgjuar këto biseda mund të kuptojnë diçka dhe mund të informohen. Nuk kam dalur këtu për se vap që të më ngjosh ti. Ti do të më ngjosh mua vetëm nëse beson se do të fitosh nga kjo që do mësosh. Nuk je aty. Ai që nuk i pëlqen, nuk e dëgjon dhe zhduket nga këtu. Kaq e thjesht është. Patronazhist uleni ritmin, nuk ham ne kërcënime, ka dalë një psikopat që flet në emër të Amerikës, është një budalla, ju e dini, e njihni të gjithë, është një idiot që flet në emër të Amerikës dhe thotë ne do t'i zvarrisim gjithë, do t'i tërheqim gjithë zvarr dhe do t'i fusim gjithë në burg. Amerika kjo, kuptoni ju. Është një psikopat të cilin po e lën këtu në Shqipëri Edi Rama për të bërë një eksperiment me pjesën hajvane të këtij populli. Dhe ky eksperiment, me sa duket, është duke u kryer dhe është në fazat e tij, vjen në të njëjtin moment kur po vdes opozita e Shqipërisë. Dhe Shqipëria shkon drejt panjohurave të mëdha. Ndaj unë do të merrem me botën dhe përsëritem. Këtu dëgjoni vetëm ata njerëz të cilët mendojnë se kanë vlerë, përfitojnë diçka, hapin trut nga ajo që unë shpjegoj. Kush nuk dëgjon vlerë, pse rrin ti aty? Ç'a do ti këtu? Që më thu mu poshtë, pse ja fut kot ti, kush je ti, ti ja fut kot, ti ngjon kot, ti bën kot. Ç'a bën këtu nëse unë ja fus kot? Ik më shif atje. Fillo përthithen tani. Fillo Big Brother, fillojnë gjitha. Ç'a bën këtu ti? Shkon TikTok. Kështu që rrini qetë, nuk na kërcënon njëri. Është një psikopat që flet në emër të Amerikës dhe që i thot do t'i arrestojmë gjithë ata që kanë kanale YouTube, thot, dhe do ja mbyllim YouTube, do ja mbyllim faqet. Është një psikopat ky, kam kupton? Dhe problemi është që shqiptarët po marrin goditjen e fundit. Tani duke qenë që këtu po vdes historia, unë do ju marr pak të kuptojmë botën e madhe. Që po na vran këtu brenda, të paktën të vdesim të qetë, të vdesim duke kuptuar, të paktën mos vdesim ignorant. Am kuptoni? Ndaj unë do t'i shpjegoj të gjitha këto. Lindja e mesme, ju a kam thënë vazhdimisht, është pika nëpërmjet të cilës matet temperatura gjeopolitike e botës. Si do të shkojnë atje ngjarjet, ashtu ndodh edhe në botë. Kush është njëri nga lojtarët kryesor të lindjes së mesme? Ka dy lojtarë kryesor. Është Izraeli, Arabia Saudite. Pastaj janë Irani, është Turqia, janë Siria, janë të gjithë këto shtete të cilat marrin pjesë. Është një vizitë historike shumë e rëndësishme e princit kuror së Arabisë Saudite, që pritet të shkojë në Washington, në shtëpinë e bardhë, dhe duket qartë që Amerika është e gjitha e tronditur.
Financial Times ka dalë me një shkrim në të cilin njofton se si sauditët janë duke shitur aksionet e tyre në bursat amerikane, në stoqet amerikane, dhe përse e bëjnë ata këtë pikërisht tani, në këtë moment që princi i kurorës Arabisë Saudite është duke shkuar në Washington. Miq të dashur, i bëj këto shpjegime sepse ka njerëz shumë të interesuar në këtë vend, nuk ka vetëm budallë. Në këtë vend ka njerëz shumë të interesuar, të cilët duan të kuptojnë këto dinamika globale, që të kuptojnë që kjo Shqipëri e mirë që po zhduket me ritme të shpejta, ku e ka vendin e saj në këtë botën e madhe. Arabia Saudite shkon në Washington në këtë erë të re të botës, në këtë moment të ri të botës, për 3 gjëra kryesore. Dhe amerikanët e dinë për këtë. 1, shkon për energji bërthamore, 2, shkon për marrëveshjet me Nvidia, me kompani dhe gjigantët amerikanë të inteligjencës artificiale, dhe shkon gjithashtu për të marrë F-35-at. Këto janë 3 synimet madhështore. Por, duke patur parasysh se çfarë kërkon Arabia Saudite, shkojmë të kuptojmë se çfarë ndodh me rajonin e lindjes mesme në këtë moment. Amerika ka bërë gati planin e saj për 2 shtetet dhe e ka shpallur atë. Izraeli ka dalë, ka refuzuar me Katzin dhe me Benjamin Netanyahu, nuk pranojmë dhe nuk ka shtet palestinez. Nga ana tjetër, Siria është pushtuar sërish, territoret të tjera të Sirisë janë pushtuar sërish nga Izraeli, menjëherë pas kthimit të presidentit Al-Shara nga Washingtoni. Siria ka shkuar në drejtim të Moskës për të kërkuar ndihmë atje dhe për të kërkuar help, pra ndihmë Vladimir Putinit që të vijë të shpëtojë nga Izraeli. Nga ana tjetër, para pak ditësh ishte në Washington dhe shkëmbyen parfumet me presidentin Trump. Irani ka dalë dhe i ka thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës në qoftë se do të aprovoni me ne do të paguani shtrenjtë. Britanikët kanë dalë dhe kanë thënë duhet patjetër që perëndimi aleatët të godasin gardën e revolucionit të Iranit, sepse është tepër e rrezikshme. Irani ka thënë hajde provoje. Ndërkohë, Omani, i cili është gjithashtu një pjesë, një pikë shumë e rëndësishme nevralgjike ku ndodhin negociatat përveç Katarit, është Omani, një vend asnjanës, pjesë ku bëhen negociatat më të mëdha ndërmjet perëndimit dhe lindjes, por edhe ndërmjet vetë antarëve të lindjes. Omani ka njoftuar dështimin e marrëveshjes së paqes apo marrëveshjes së një qetësimi të ujrave ndërmjet Arabisë Saudite dhe Jemenit, çka e bën situatën në momentet para shpërthimit. Ndërkohë, jemi në një kohë kur mbreti i Arabisë Saudite, i cili përfaqësohet atje me princin e kurorës, Mohammed bin Salmani, shkon tek Donald Trump për ato 3 kërkesat kryesore që u thash: armë bërthamore, inteligjencë artificiale dhe energji bërthamore, inteligjencë artificiale dhe F-35-at. A do t'i marr apo jo? Le të shkojmë të shikojmë se çfarë është duke ndodhur në Amerikë në këto momente. Në Amerikë janë dalë 3-4 rrymë, të cilat janë duke bërë një super propagandë të fuqishme për vizitën e princit saudit të kurorës. Njëra palë janë amerikanët e demokratë, të cilët e refuzojnë, e konsiderojnë bin Salmanin si shkelës të drejtave të njerëzit, si njeri që është diktator e kështu me radhë, që nuk ka respekt për drejtat e njerëzit. Është një pjesë që do marrëveshje me të, është dhe një pjesë tjetër që është pjesa e Izraelit. Izraeli është duke bërë të pamundurën që F-35-at amerikanët mos shkojnë për asnjë arsye në Arabinë Saudite, sepse duan një faturë për këtë, duan një çmim për këtë, dhe Arabia Saudite nuk mundet, sipas Izraelit, që të pajiset me F-35-at, sepse kjo e shndërron atë në një shtet qendror, i cili nga ana tjetër i dëmton apo e zbeh autoritetin e Izraelit si një kontrollues absolut i lindjes së mesme. Ndërkohë, amerikanët janë duke e ndërtuar opinionin publik atje, por edhe klimën e para vizitës së princit kurorës, duke përgatitur situatën. Pra, një palë është duke refuzuar, një palë është duke kontestuar, izraelitët po punojnë fort për të ndaluar F-35-at, por edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat
kanë rivalitet me Arabinë Saudite, janë duke bërë një propagandë shumë të fuqishme atje për të parë se si do të shkojnë situatat, pra për ta minuar në një farë mënyre rolin e kësaj vizite, e cila në Arabi Saudite, por edhe në Washington, në qarqet pranë Donald Trumpit, është parë si shumë e rëndësishme. Dhe për këtë arsye, po të hedhësh një sy në Financial Times, aty flitet se si është e mundur që në këtë moment, pra para vizitës, Arabia Saudite shet aksionet e saj në bursat amerikane. Ka nisur kjo fushat dhe ajo që duhet kuptojmë tani është se amerikanët duan të bëjnë marrëveshje me sauditët dhe është në interesin e tyre shumë që të kenë marrëdhënie me Arabinë Saudite për arsye të marrëdhënieve historike që kanë, por edhe për arsye të sfidave të momentit që lidhen me dominancën apo me tentativën e Kinës për të hyrë në lindjen e mesme dhe për të goditur influencën amerikane atje. Është dhe një shkrim tjetër në Washington Post, në të cilin një palë e cila merr përsipër mbrojtjen e vizitës Arabisë Saudite tregon arsyet se përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë të nevojshme, kanë të domosdoshme që të kenë marrëveshje me sauditët dhe t'u japin sauditëve atë çfarë ata kërkojnë. Ai tregon se Arabia Saudite, duke qenë një vend me ndikim shumë të fuqishëm në botën islame dhe duke qenë një lev Arkimedi gjeopolitike me ndikim tek bota islame, mund të ndikojë, thot, në uljen e ekstremizmit të dhunshëm apo të organizatave terroriste të frymëzuara nga feja. E kështu me radhë, modelin ai hedh në tregun amerikan gjithashtu edhe modelin e ri, hapjen dhe reformat që është duke bërë princi kurorës Mohammed bin Salman, me këtë formatin e ri, me hapjen e Arabisë Saudite, me nxjerrjen e saj nga nocioni apo nga skema e ngurtë e interpretimit të fesë islame e kështu me radhë. Pra, në një farë mënyre, Financial Times thotë që para vizitës amerikane, sauditët po heqin dorë nga aksionet si një strategji për të përgatitur situatën dhe për të bërë një skem që i ndihmon ata për të marrë nga Washingtoni atë që kërkojnë, dhe nga ana tjetër The Washington Post flet për benefitet që mund të kenë amerikanët në qoftë se i përgjigjen sauditëve për ato kërkesa që kanë. Në fakt, ka zëra brenda Amerikës, edhe brenda djathës, por edhe brenda të majtës tek Partia Demokratike, të cilët i thonë mbështetësve të dhënies së Arabisë Saudite nga Washingtoni çfarë ajo kërkon, po sauditët po vinë këtu tek ne dhe po bëjnë blerje, po investojnë bono thesari, po bëjnë investime të cilat konsiderohen pothuajse 100% sigurta dhe nuk është se janë duke na bërë ndonjë nder të madh. Ndërkohë, Arabia Saudite nuk është se bën vetëm nderin e blerjes së bonove të thesarit apo të investimit në stoqja apo të investimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Arabia Saudite është fuqi e rëndësishme petroli në botë, e naftës në botë, është një nga vendet më të mëdha prodhuese të naftës në botë dhe duke e shitur naftën me dollar, në atë që quhet marrëveshja e petrodollarit, ata ndihmojnë kështu pra dominancën e dollarit amerikan në tregjet ndërkombëtare. Pra, Arabia Saudite është një nga lojtarët kyç të cilët luftojnë dhe e mbështesin dominancën e dollarit amerikan nëpërmjet marrëveshjes së petrodollarit. Dhe nga ana tjetër, të njëjtat dollar që i marrin nga nafta i shkojnë dhe investojnë në bonot të amerikane të thesarit dhe në tregjet amerikane. Pra, ata thonë, pjesa kundërshtare brenda Amerikës thonë, shiko se sauditët nuk mund na japin në një gjë të madhe, sepse edhe nëse po investojnë kene, i kanë investimet të sigurta, ndërsa sa i përket luftës kundër terrorizmit dhe kundër versionit agresiv të lëvizjeve islamike terroriste apo ekstremiste të klasifikuar dhe të cilësuar si të tilla në perëndim, këtë e bëjnë edhe shtetet të tjera. Kemi Emiratet e Bashkuara Arabe që e bëjnë këtë në mënyrë perfekte. Kemi shtetet të tjera të cilat po ne i bëjnë këto shërbime dhe janë pajtuar me Izraelin. Pra, e gjithë loja, e gjithë tensioni është që nuk duhet Donald Trumpi t'u jap sauditëve çfarë kërkojnë,
në qoftë se sauditët nuk pranojnë pa filluar takimin, njohjen e Izraelit, lidhjen e marrëveshjeve të paqes me të, pranimin e akordit të Abrahamit, dhe nga ana tjetër, ajo që është shumë e rëndësishme, të pranoj pa kushte, që të refuzoj të lidh marrëveshjen me Amerikën apo marrëveshjen me Izraelin me domosdoshmërinë e një plani të qartë për një shtet palestinez krah atij të Izraelit. Çka tashmë Benjamin Netanyahu, Katsi dhe gjithë e djathta ekstreme në Izrael është duke e refuzuar, pra nuk pranojnë, thonë izraelitët, në asnjë mënyrë. Amerikanët refuzues luajnë me dy kampe. Njëri kamp që i thot sauditëve e janë i bujrum sepse edhe ju keni nevojë për ne, edhe ne kemi nevojë për ju, dhe nga ana tjetër është kampi i cili luan kafshuesin dhe thot jo, nuk ka për arsye pse Trump t'i jap atyre as microchipat, as semikonduktorët që lidhen me zhvillimin teknologjik të inteligjencës artificiale, marrëveshjet të cilat i kanë bërë më përpara me Emiratet e Bashkuara Arabe, por që deri tani nuk janë realizuar dhe nuk janë konkretizuar në terren. Pse? Sepse brenda Amerikës ka gjithmonë dy pole, ka gjithmonë dy kahet, të cilat njëra palë luan sulmuesin dhe njëra palë luan mbrojtësin. Çfarë kërkon Arabia Saudite? Arabia Saudite kërkon nëpërmjet këtij hapi, pra të tërheqjes nga stoqet amerikane, nga tregjet amerikane, të disa për investimet të tyre, tregon që i paraprin takimit me një hap përpara që të kenë mundësi të japin diçka kur ato t'i kërkojnë. Pra rikthimin e investimeve, pra të kenë mundësi të kenë sa më shumë karta në duar për të negociuar me amerikanët. Pala që refuzon në Shtetet Bashkuara të Amerikës, thotë, nuk kanë çfarë të na japin në sauditët, thotë, sepse ata nuk do të na japin gjë nëse nuk pranojnë shtet palestinez, dhe Arabia Saudite në të njëjtën kohë nuk shkon dot aty ku kanë shkuar Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndaj sauditët e lidhin çdo lloj marrëveshje me Izraelin apo çdo lloj pranimi, tentative për të pranuar akordin Abraham, shumë i synuar për Donald Trumpit, nuk e pranojnë pa kushtin thelbësor që ka vënë Arabia Saudite, që është njohja e shtetit Palestinës dhe njohja e një procesit absolutisht me dy shtete. Pra, në këtë moment, Arabia Saudite thot, unë e njoh, thot, Izraelin, e shkoj dhe në akordin Abraham, por do të mjapësh energjinë bërthamore, do të mjapësh inteligjencën artificiale, Nvidian do të mjapësh edhe F-35. Izraeli thot jo, bashkë me krahun e tij brenda, bashkë me të gjithë krahun që synon të hedhë në erë vizitën e Bin Selmanit në Washington. Pse? Sepse thot, në qoftë se ne do t'i japim sauditëve të gjitha këto, ai do të na jap ne atë që për ata konsiderohet asgjë, sepse ata e konsiderojnë asgjë në qoftë se Bin Selmani dhe Arabia Saudite i jep Izraelit dhe amerikanëve atë që ata nuk e duan në thelb, pra izraelitët. Amerika ka dalë tani dhe thot roadmap, thot për dy shtete, dhe Gaza është në një plan tjetër të dytë, në të cilin mendohet se mund të ndahet në dy pjesë, në pjesën ku dominon Izraeli dhe në pjesën ku dominojnë banorët e Gazës. Pjesa ku dominon Izraeli do të rindërtohet, ndërsa pjesa ku banojnë banorët e Gazës do të mbetet ashtu siç është, por edhe kërcënimet e tjera të Izraelit, të cilat tregojnë se kanë njoftuar se janë të gatshëm të çarmatosin të gjitha lëvizjet e rezistencës Palestinës, qoftë edhe nëse nevojitet dhuna. A do t'i marrë Arabia Saudite çfarë kërkon këto 3 pika nevralgjike? Situata është jashtëzakonisht e komplikuar dhe në këtë moment amerikanët janë duke e shtrënguar rripin fort, sepse nga njëra anë e duan këtë pjesë të botës në krahun e saj, në luftën që kanë me Kinën, një luftë e cila po intensifikohet çdo ditë dhe çdo moment. E shihni se çfarë është duke ndodhur, ka bërë qametin deklaratat që kanë ardhur nga Tokyo, nga Japonia, kanë tronditur Kinën, kur i është thënë që Japonia do të shkatërrojë çdo përpjekje
për të marrë Tajvanin, që ishte kërcënimi i hapur për Kinën. Pse e bën japonezët këtë? Sepse është ky momenti në të cilën ti ose do të tregosh lojalitet ndaj amerikanëve si aleati palkundur, ose do të thuash unë jam duke luajtur me dy porta. Ndaj dhe afrimi i Arabisë Saudite me Kinën e bën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment të shtrëngojnë fort Arabinë Saudite dhe të thonë atyre që ne nuk do t'ju japim gjithçfarë. Kërkoni, sepse duhet plotësoni disa kushte që janë 1, 2, 3, 4, njohja pa kushte e Izraelit, pranimi pa kushte i akordit Abraham dhe transferimi i ambasadës Arabisë Saudite në Jeruzalem. Në qoftë se Arabia Saudite këtë e bën, humbet shumë prej kredibilitetit dhe pikëve të saj dhe prej autoritetit të saj si një cover, si një çadër e madhe e botës islame dhe të interesave të Palestinës, dhe amerikanët kërkojnë në këtë moment prej sauditëve jo vetëm që të shkëpusin marrëdhëniet tregtare, jo vetëm që të ulin bashkëpunimin, jo vetëm që të ulin intensitetin e bashkëpunimit me Kinën dhe me Pekinin zyrtar, por kërkojnë prej tyre diçka shumë më të madhe. Kërkohet prej Arabisë Saudite sot, nëse do të marrësh diçka në Washington, po thonë skifterët që po bëjnë opozitën e vizitës atje, duhet të armiqësoheni me Kinën, duhet të shpallni luftë Kinës, atë që bëri Japonia, atë që po bëjnë të gjithë aleatët e tjerë. Nuk lejohet më tani, thot Amerika të rini në mes, nuk lejohet më të rini as këndej as andej, nuk lejohet me majt një derë këndej një derë andej. Por në të njëjtën kohë, Amerika ka nevojë për këtë aleat që t'i ketë në krahun e saj, në luftën e saj dhe në përballjen e saj me gigantin kinez, ndërkohë sauditët, të cilët janë duke u rrethuar nga rreziqe të mëdha, i njoftoi sot sekretari amerikan i luftës, Pete Hegseth, i cili u tha sauditëve se jeni në një moment tepër të rrezikshëm, sepse tashmë që dështuan edhe negociatat tuaja me Jemenin, njoftohemi dhe amerikanët pas kanë informacione se Jemeni tashmë ka armatime shumë të rrezikshme që mund t'i ketë marrë nga armiqtë Arabisë Saudite, dhe në qoftë se Saudia shkon në një përballje dhe një luftë të re me Jemenin në këtë moment, atëherë do të jeni të gatshëm, do të bëheni gati që të keni humbje të mëdha. Ndërkohë, po të shikojmë precedentet, do të shohim se Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë qenë shumë luajale dhe shumë konfidente në marrëdhënien e tyre me Izraelin dhe me Amerikën, dhe kanë konfiguruar me shumë vendosmëri të gjitha interesat amerikane dhe izraelite, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në përbot, pra kanë ndenjur brenda vijës izraelite dhe brenda vijës amerikane, edhe ata e kanë bërë përpara Arabisë Saudite atë që kërkon Arabia Saudite sot. Kanë bërë marrëveshje për AI, Artificial Intelligence, kanë bërë marrëveshje për energji bërthamore, kanë bërë edhe marrëveshje për F-35. Por çfarë ka ndodhur? Asnjëra prej tyre nuk është zbatuar deri më sot, edhe pse kanë kaluar 3 vite. U thanë Emiratet e Bashkuara Arabe, na mashtroi Obama, na gënjeu Obama, ky, më falni, presidenti Biden na gënjeu, presidenti Biden nuk mbajti fjalën, nuk zbatoi kontratat, nuk bëri, që do të thotë nuk u realizuan. Atëherë, Emiratet e Bashkuara Arabe që kanë shkuar deri në fund me Amerikën dhe me Izraelin dhe me këndvështrimin e tyre për rajonin, ende nuk e kanë zbatuar. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse brenda Amerikës ka gjithmonë 2 rryma që përplasen. Rryma e parë që thotë, okay, duhet shkojmë në deal sepse na duhen këta aleata të mëdhenj që kanë para të mëdha dhe kanë naftë të madhe dhe kanë pozicion gjeopolitik, dhe pala tjetër thot mirë, ju firmosin i podeshët, po kur të kthehen demokratët, ato do të anullojnë të gjitha marrëveshjet. Ndaj, edhe ajo që ndodhi me Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat firmosën marrëveshje për Artificial Intelligence dhe për energji bërthamore dhe për F-35, nuk u zbatuan. Po pse s'ia zbatoi Trumpi sot? Sepse Trumpi i ka aleat dhe i ka miq të mëdhenj. Atëherë nuk ndodhi. Pse? Sepse është kjo betejë, pra, as amerikanët nuk u besojnë atyre, dhe as këta nuk u besojnë amerikanëve deri në fund, dhe asnjëra palë nuk ia hedh të gjitha kartat palës tjetër në dorë dhe nuk mbetet pa karta rezervë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që
loja është jashtëzakonisht e komplikuar për vende kaq të fuqishme, të cilat kanë kaq shumë para, kaq pozicion të fortë gjeopolitik. Imagjino ç'do të ndodh me vende të vogla si Shqipëria, me vende të mjera si Shqipëria, në vend i cili sot shpalli zyrtarisht vdekjen e opozitës, dhe vdekja e opozitës ka vetëm një përfitues: Edi Ramën dhe shokët e tij në opozitë, të cilët duan të ruajnë kontrollin absolut të shqiptarëve. Po Miro Kreshnik na çave kokën, na çave derrasat natë për natë, duke folur këtu të dëgjojmë ty. Jo. Po ti pse rrin aty, pse si mbledh intelektualet? Me çfarë ti mbledh intelektualet? Me morra. Intelektualet duan lek, intelektualet duan të çojnë buke shtëpia, intelektualet duan njerëz nga mbrapa, duan garanci të cilat unë nuk ja jap dot. E kuptohet pse rrim flasim? Ne do të flasim deri sa ti mbushim mendjen njerëzve dhe ndoshta krijohet momenti që popullit t'i vinë mendja dhe të krijohet automatikisht si rezultat i ndërgjegjësimit, të krijohet momenti i volitshëm që të krijojmë një valë të re dhe një opozitë, një tsunami të madh që të rrezojë pushtetin e Edi Ramës, i cili po e fundos Shqipërinë dhe i intereson shumë që Berisha të rri atje ta maj opozitën, të maj çelcat e opozitës, se i thot popullit, po ika unë, ja ku e keni, ky do të vi. Dhe vazhdon skeçi. Ju më bini mua dhe më thoni, po ti pse bën gamba ty, pse nuk ngrihesh? Që të ngrihem unë kam nevojë për 10.000 veta. Ju as like nuk jepni aty që të ndihmoni algoritmin, jo mua. Ai tjetri më bën llogari sa fitoj unë, sa lek fitoj unë. Sikur ja ka marr plakës atij unë lekët në një fjalë. Ai tjetri thot po sa lek fito ti, po ai tjetri thot po ti del me fitu lek, ai tjetri del thot ti kush dit kush ka çu, ai tjetri thot ti merr informacionet nga shërbimet sekret. Pse? Sepse këtu është bërë një tufë e madhe budallësh, të cilët i investon ky sistem dhe rrin aty, hyn si viruse për të shkatëruar pjesën e mirë që kanë ngelur në këtë vend. Kanë nxjerrë dhe i psikopat që flet në emër të Amerikës dhe thot kush flet kundër meje, kush flet në televizor, kush shpreh mendimin, do të arrestohet, do ta fundosim, do ta tërheqim zvarr. Amerika, imagjinoni, do vi do tërheqë zvarr ata njerëz të cilët flasin në YouTube, sepse ka hapur Rama, ka krijuar një psikopat këtu mes Tiranës, i cili u thot njerëzve do hani me luk Floriri. A më kuptoni? Pra ky popull është në pikën e fundit të degradimit. Pse? Sepse Edi Rama nuk ka mëshirë për këtë popull. Ndërsa Saliu ka hallet e veta dhe të shtëpisë vet. Do të sigurojë ata. Ka nxjerr atje atë fultoren e parlamentit, ka marrë 10 vetat e partisë aty përballë, ishin vesh me palto mirë që mos ftofeshin, edhe po i mbante fjalimin, tha javë për javë këtu do jemi, tha se s'na lën me fort. Kjo është situata ndërkombëtare, nga Japonia deri në Washington, dhe kjo është prapaskena e një vizite jashtëzakonisht të rëndësishme të mbretit princit të kurorës Arabisë Saudite në Washington, vizitë e cila na shpjegon për gjithë ju kurreshtarët e gjeopolitikës. Ky është një kanal i gjeopolitikës, është Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, ku do të mësojmë shqiptarët. Edhe po na vran, edhe po na shkatërruan, edhe po na bllokuan, ne ju kemi thënë, është misioni më i shenjtë të hapësh sytë shqiptarëve. Por hapja e syve është tepër rrezikshme. Për kë? Për ata që duan të zhdukin shqiptarët dhe t'i fundosin shqiptarët. Dhe çfarë do të bëjnë? Thotë do t'i arrestojmë, do t'i bllokojmë, do t'i mbyllim televizionet, se po bëjnë propagandë. Më kupton? Kjo është vetëm lojë, ka një dirigjent, Edi Rama dhe Beogradi, të maskuar me flamur amerikan. Kuptuat? Po se kuptuat, merremi vesh tjetër. Kështu që kjo është loja. Arabia Saudite është duke bërë një super lojë për të mbrit ke interesat e saj. Emiratet e Bashkuara Arabe për të mbrit ke këto marrëveshje që kanë bërë me amerikanët, kanë dhënë miliarda për Steve Witkoff, për çunin e Steve Witkoffit dhe për djalin e presidentit amerikan, të cilët kanë qenë bashkë në një marrëveshje, kanë pas kompani që lidhen me monedha digjitale, me bitcoinin, dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë investuar fuqimisht edhe tek djali i presidentit Trump, edhe tek Steve Witkoff, tek djali i Steve Witkoff, emisarit të Donald Trump,
për Vladimir Putinin, për lindjen e mesme dhe mesazherin I cili çon mesazhet është pjesë bardhë. Ndërkohë Arabia Saudite gjithashtu është investuar shumë fuqimisht tek xharet kushte tek dhëndri, duke investuar tek njëra nga kompanitë e tij mbi $2 miliardë. Pra, shtetet e mëdha janë duke bërë lojra të jashtëzakonshme për të konfiguruar interesat e tyre në Washington. Loja po bëhet çdo ditë më komplikuar në Shqipëri. Situata është tejet e rrezikshme, vetëm Zoti na nxjerr nga kjo situatë, vetëm një mrekulli që mund të ndodhë nga qielli dhe një tronditje hyjnore që mund të zgjojë aleatët e Shqipërisë, ata që janë, që të japin dorën këtij populli. Përndryshe, me vdekjen e opozitës sot, Shqipëria është në grahmat e fundit. Jo sepse vdiq opozita, por sepse ata e kanë bllokuar, e kanë mbyllur qarkun dhe po vrasin çdo lloj revolte e cila ka lidhje dhe organike me popullin shqiptar. Kaq kisha për sonte, shumë zhvillime të mëdha të tjera do të jenë në vijim dhe ne do të jemi për t'i analizuar bashkërisht minutë pas minute, por ju e dini ato vijojnë në numër në ardhshëm. Natë mirë për sonte.